Ende pa filluar mirë edicioni i 5 i Big Brother VIP Albania, një skenar i pist pritet të ndodhë prajmin e sotëm nga ana e produksionit. Në videon e publikuar nga faqja zyrtare e Big Brother VIP, shfaqet spoileri ku tregon se çfarë do të ndodhë sot, dhe ndër të tjera ata thonë se çfarë po ndodh me Smirit dhe Selin. Kjo ka bërë që një lumë komentesh negative të vinë nga publiku, të cilët shprehen të indinjuar nga kjo gjë. Ata shprehen se kjo po bëhet për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për klikime, sipas tyre mes banorëve nuk po ndodh asgjë, dhe se produksioni po i dëmton imazhin e veçanërisht Mirit, i cili është edhe i martuar. Po ashtu gjatë premtit të sotëm pritet të diskutohet përplasja ashpër mes Ilirit dhe Eugjinit, ku Iliri doli nga vetja dhe u bë agresiv. Po ashtu edhe përplasjet dhe debatet e tjera në shtëpi. Në përfundim do të mësohet edhe emri i të eliminuarit të parë, megjithatë se çfarë pritet të ndodhë tjetër, nuk na mbetet veç se të presim prajmin e sotëm.